Kryeministri Edi Rama ka mbledhur gjatë kësaj të mërkure në Selin Roz kryesinë e Partisë Socialiste Shqiptare, mbledhje kjo e cila ka zgjatur për rreth 2 orë. Fokusi ishte tek zgjedhjet në strukturat bazë, ndërsa në nëntor do të zgjedhen strukturat qendrore. Më datën 21 mars është caktuar mbledhja e Asambles, ku diskutimet do të jenë më të përqendruara për të gjithë ata që kanë kontribuar për partinë, si dhe për anëtarësimet e reja. Në përfundim të mbledhjes, sekretari i përgjithshëm i Partisë Socialiste Shqiptare, Blendi Klosi, është shprehur për mediat. Viti në cilën jemi është viti kalendarik, i cili në zbatim të statutit Partisë Socialiste do të kërkojë një proces zgjedhor në gjithë strukturën vendore të Partisë Socialiste dhe ky proces do të fillojë me zgjedhjet e kryetarëve të organizatave, do të shkojë në zgjedhjen e forumeve lokale të Partisë Socialiste, një proces i cili tashmë është bërë çdo 2 vitshëm në Partinë Socialiste dhe është një proces i riforcimit të gjithë strukturës Partisë Socialiste në të gjithë vendet. Është një proces i cili thash do të përfshijë të gjithë forumet e Partisë Socialiste, të zgjedhurit e saj, natyrisht do të shtrihet në çdo qelisë partisë në të gjithë vendet. Natyrisht në mbledhjen e datës 21 ne do të kemi diskutime për përfshirjen e gjithë anëtarëve të Asamblesë Partisë Socialiste, një proces që gjithmonë do t'i hapi rrugën dhe zgjedhjeve të reja, por po ashtu dhe anëtarësimeve të reja në Partinë Socialiste. Po ashtu Klosi shtoi se në fokus të Partisë Socialiste do të jetë edhe ngritja një strukture në diasporë, në vendet sipas tij që kjo forcë politike ka marrë më shumë vota në zgjedhjet e 11 majit. Pyetjes nëse ka ndryshuar Partia Socialiste, qasja apo qëndrim ndaj SPAK dhe institucioneve të drejtësisë, si dhe për mosheqjen e imunitetit të ish-ministres Belinda Balluku, Klosi dha këtë përgjigje. Kjo parti e ka shprehur qartas i qëndrimin e saj. Në asnjë rast nuk kemi asnjë diskutim për sa i përket organeve të drejtësisë re. Mbështetja për drejtësinë e re ka qenë themelet e kësaj periudhe të strukturimit dhe funksionimit të Partisë Socialiste. Mos harrojmë kemi ardhur në pushtet në vitin 2013 me një nga premtimet e mëdha e reformën drejtësie, atë reformë që ja kemi ofruar qytetarëve shqiptar, vazhdojmë ta mbështesim, ta jetësojmë dhe natyrisht qëndrojmë gjithmonë të barazlarguar nga drejtësia për sa i përket vendimarrjeve të saj. Ne i qëndrojmë 100% parimit, nuk involvohemi në asnjë proces hetimor. Për sa i përket raporteve tjera, janë raporte që i takojnë Parlamentit shqiptar, por për sa i përket hetimit, në asnjë rast nuk do të kemi pengim të hetimeve, koment për hetimin dhe natyrisht koment për gjykimet e fundme të vendimarrjes së organeve drejtësisë.